Si e shikoni në fund, zoti Dasho, dy pyetje, si e shikoni vijimsinë e kësaj proteste pas 2 javësh, pra që njerëzit dalin në mënyrë masive në rrugë, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, si e shikoni, a duhet ketë një reflektim klasa politike shqiptare, se aty ka kërkesa, pra përveç asaj që Rama jepet dorëheqjen, aty ka dhe kërkesa me idenë e një ndryshimi të sistemit politik, ose të zërit, si do dëgjohet zëri qytetarit në këtë vend, apo si do menaxhohet vendi nga ata që qeverisin e kështu me radhë. Janë 2 pyetje të ndryshme. Në Shqipëri unë e shoh pak a shumë të konfiguruar sistemin politik, pra kemi një parti socialiste dhe një rilindje e cila ka sigurisht mbështetësit e vet, por që një pjesë shumë të madhe, për të mos thënë pjesën më të madhe të votave, i siguron ose nëpërmjet blerjes, ose nëpërmjet intimidimit në sajt të bashkëpunimit me krimin e organizuar dhe me narkotrafikun, ose nëpërmjet dhunës indirekte që ushtron nëpërmjet rrjetit kriminal, e kam quajtur, nuk po e quaj sot, kam vite që bëj fjalë dhe kërkoj nxjerrjen jashtë ligjit të sistemit patronazhistëve. Është i bëj thirrje qytetarëve shqiptar ta investigojnë, i bëj thirrje avokatëve shqiptar, juristëve shqiptar, sidomos atyre që njohin të drejtën europiane. Është një rrjet që në çdo vend të Europës do të ishte kriminal dhe i nxjerr jashtë ligjit. Ne në Shqipëri e kemi ende dhe funksionon ende ky rrjet e përsëris edhe një herë kriminal. Pra, është rilindja, e cila ka natyrisht bazën e saj elektorale, por që shumicën e votave i grabit, i vjedh dhe i ble, ke opozitën, e cila ka edhe ajo bazën e saj të votuesve, ka sigurisht edhe, siç e kanë treguar të gjitha zgjedhjet, ka një mas personash të cilët nuk e shohin veten të përfaqësuar tek asnjë prej këtyre forcave politike. Ky nuk është një fenomen shqiptar. Ky është një fenomen që ndodh kudo në botë. Pra është masa gri e cila duhet të ketë motive shumë të forta për t'u angazhuar në politik. Këta janë ose abstenues, këta janë ose persona që nuk dëshirojnë të marrin pjesë në jetën politike dhe i kenë në çdo vend të botës. Në Shqipëri, më në fund, kjo masë kritike, pasi përjetoi në kurizin e vet të gjitha këto padrejtësi që ne sapo i folëm, pasi pa se integrimi europian nga ana e rilindjes nuk është një premtim, po është një mashtrim dhe është e pamundur të realizohet me këtë klasë të kriminalizuar që ne kemi, sepse s'mund t'i hedhësh shi syve gjermanëve, belgëve, francezëve, holandezëve, italianëve, kur shohin këtë lidhje dhe këtë njësim të qeverisë dhe klasës politike që qeverisë prej 13 vitesh me krimin dhe narkotrafikun. Nuk mund t'i hedhësh shi syve DEA-s amerikane që e ka identifikuar qartë që këta që qeverisin thot janë ortak të narkotrafikut. Pra, kjo mas gri që deri tani ka qenë indiferente, sot e kemi në rrugë. Më vjen shumë mirë që dhe opozita reflektoj, sepse dhe ditët e para e kam gjykuar qëndrimin e opozitës jo të drejtë. Unë vetë jam mbështetës i opozitës, madje jam edhe i angazhuar në strukturat e opozitës dhe të Partisë Demokratike, kur flas për opozitën, flas për partinë kryesore opozitare në Shqipëri. Dhe pavarësisht se nuk jam antar, po jam person që kontriboj prej vitesh në Departamentin e Shëndetësisë, jam angazhuar në primaret vitin që kaloi dhe më ka ardhur shumë keq që në ditët e para e kam parë të orientuar jo mirë qëndrimin e Partisë Demokratike. U desh të kalonin disa ditë që dhe Partia Demokratike të orientojë qartë në mbështetje të protestash dhe që prej kësaj kohe protestat kanë ardhur në rritje, sepse përsëris edhe një herë, pavarësisht se kemi elektoratin ngri, por forca kryesore opozitare mbetet elektorati mbështetësi dhe simpatizantët e Partisë Demokratike. Në qoftë se do të kemi një bashkim të votës gri me votën e opozitës, është e sigurt që në çfarë do lloj zgjedhjesh do ta kemi Partinë Socialiste dhe kryeministrin Rama në krahun e forcave humbse dhe sigurisht dëshira ime, synimi im është që t'i shoh ata para drejtësisë, sepse e gjykoj që të gjitha këto krime që ata kanë bërë gjatë 13 viteve në pushtet janë të paamnistueshme. Nuk mjafton dorëheqja, nuk mjafton largimi për kryeministrin Rama dhe për enturazhin e vet. Në një status të para disa ditëve, unë madje kam hedhur idenë edhe të një gjyqi special për të analizuar, për të hetuar dhe për të ndëshkuar krimet e rilindjes.
nuk mund të falet kursesi nga qytetarët shqiptar krimi i shpopullimit, nuk mund të falet kursesi nga qytetarët shqiptar fakti që Shqipëria sot është pothuajse një narkoshtet dhe nuk mund të falet nga qytetarët shqiptar fakti që rilindja sot nuk qeveris e vetme, por qeveris në aleancë me krimin e organizuar. Këto 3 krime, për mendimin tim, janë të pafalshme dhe një bashkëpunim shumë i hapur, një bashkëpunim i Partisë Demokratike si forca kryesore e opozitës që ka mbajtur në këto 13 vite barën kryesore të përplasjes me pushtetin represiv të korruptuar të rilindjes, në aleancë me qytetarët shqiptar, të cilët mund të nxjerrin fare mirë dhe një forcë tjetër e cila të tjetë edhe ajo në kundërshtim dhe në opozit me rilindjen, besoj se është shpresdhënëse për qytetarin shqiptar, është shpresdhënëse për shoqërinë shqiptare dhe unë uroj ta shikoj këtë aleancë të materializuar sa më shpejt. Doktor Dashjo, falenderoj që ishit me ne në këto minuta, ishte kënaqësi. Faleminderit.